Cilat janë shenjat e horoskopit që bëjnë më shumë dhurata? Disa shenja të horoskopit njihen për natyrën e tyre bujare dhe dëshirën për të bërë dhurata, shpesh për të treguar dashurinë dhe vlerësimin që kanë për të tjerët. Shpesh këto shenja e gjejnë lumturinë duke sjellë buzëqeshje në fytyrat e të tjerëve përmes dhuratave, por natyrisht çdo individ është unik dhe sjellja varet edhe nga faktorë të tjerë personal. Ja kush janë 3 shenjat që zakonisht konsiderohen më të prirura për të bërë dhurata. Luani. Luanët janë bujarë dhe duan të shkëlqejnë në çdo gjë që bëjnë, përfshirë dhuratat. Ata shpesh bëjnë dhuratat veçanta dhe të kushtueshme, duke dashur që dhurata e tyre të lërë mbresa dhe të tregojë sa shumë kujdesen. Për ta, dhuratat janë një mënyrë për të shprehur dashurinë dhe për të rritur lumturinë e të tjerëve. Peshqit. Peshqit janë shumë empatik dhe kanë një natyrë të butë dhe të kujdesshme. Ata shpesh mendojnë me kujdes për dhuratat, duke u përpjekur të zgjedhin diçka që ka kuptim emocional për marsin. Peshqit duan të sjellin gëzim dhe shpesh japin dhurata që lidhen me artin, romantikën apo ndjenjat personale. Shigjetari. Shigjetarët janë aventurierë dhe bujarë dhe shpesh duan të ndajnë gëzimin e tyre me të tjerët. Ata bëjnë dhurata që reflektojnë shijen e tyre për përvoja unike ose diçka që mund të frymëzojë marsin. Ata shpesh japin dhurata si bileta për udhëtime, libra frymëzues ose objekte që kanë histori interesante pas tyre.